Mirë mbrëma edhe mirë se vini në debat për një me. Sonte jemi me komunën e Malishevës, këtu në TV Dugaxhin, edhe në Facebook Kallëzo.com-it edhe në YouTube, çdëna prej sonte deri në fund të fushatës mund të na shihni edhe me komuna tjera. Kam kënaqësinë sonte me diskutu me kandidatët për programet e komunës së Malishevës për mandatin 4 vjeçar. Me ju rikujtu, ky debat po zhvillohet sipas standardit të fact-checkut. Pra, është një standard që i verifikon faktet derisa ipen. Tema bosht e këtij diskutimi që kemi vendosur me bo këtë herë në këtë seri të fushatës zgjedhore, ndërtimi, planifikimi urban e në Malishev. Kemi shumë komandanta, por kemi edhe dezertor debatit. Kjo është e reja për këtë komunë. Në këtë komunë, kryetari komunës ka vendos me dezertu, edhe mos mu përballë në debatin tonë. Nuk e dim, a ju ka tut kryetari pyetjeve të fact-checkut, apo pyetjeve që ja u kemi qu 3 javë për para. I kemi kallëzu që kemi me pyet për ndërtimet, edhe banesat Malishev, po, në fund, me rëndësi është që a i ka pas edhe pyetjet për para, edhe nuk ka ardhë. Por me standardit njëjta kemi me vazhdu me kandidatët tjerë të cilët janë të renditur. Sipas rendit alfabetik, ata janë Enver Hoti nga AK, Fatmir Ademaj nga LDK, Gzim Krasniqi nga PDK, Selajdin Bytyqi, kandidati pavarur, Valon Hoti nga Lëvizja Vetëvendosje, edhe Valon Krasniqi nga Guxo. Mirë se keni ardhur ju. Po ja nisi nështë ta Valon me ty, a qa po ta mërmenja pëse s'ka ardhur kryetari i komunës? Mosardhja kryetarit komunës për mua është mungesë respekti për qytetarët e Malishevës dhe frikë nga ballafaqimi me faktet që ju veç përmendet. Valon tjetër, prej Guxohit, apo ta mërmenja, mos t'i ka tut juve diçka? Atëherë përshëndetje për gjithë, konsideroj që mosardhja e kryetarit, domethënë është e bazune sepse nuk ka çka me tregu tjetër pos që kanë sistemu familjar dhe janë duke e zhvat komunën e Malishevës në secilin fush. Selajdin, mos po din ti na informat shtesë, a e dim se s'vjen njeri? Drejtën me ju thonë, mosardhja e kryetarit aktual, në rand parë është ofendim edhe nënçmim është edhe për media që nuk pi respekton, se është e 3 herë që kemi emision dhe po na mungon, edhe logjikisht ai që ik ballafaqimit sigurisht që e ka mizën në kapuç. Gzim, çka po thu? A kina informat pse s'vjen? Informata nuk kam, po në mënyrën që kryetari del nëpër media, tek mediat që ka qasjen në skenar dhe regji. A po del atë vetë, po full qa po dal? Edhe bojkoton mediat me debat për një me edhe me ballafaqim me fakte, mendoj që qëto është problemi. Fatmir? Vlerësoj se mosardhja e kryetarit komunës është mos respekt ndaj qytetarëve të komunës Malishevës dhe padyshim ballafaqimin në debate me kundërkandidat është edhe betejë në kuptimin edhe të programeve, edhe betejë para media për shkak se ju jeni korrektues të vazhdueshëm punës tonë si udhëhes qoftë lokal, qoftë nivelit qendror. Enver, a kina informon shtesbe? Apo din pse çka po tutët e kremi? Po shanere njëtë nuk e di, veç që di që janë 2 gjona që përcjellin këtë fushat dhe mendoj që kjo është një normë apo një rregull i prishur i demokracisë, i llogaridhënies dhe i përgjegjësisë, si kryetar komunës që ka qeverisur 4 vite dhe është një papërgjegjësi ndaj qytetarëve, ikja nga e vërteta nuk është e mirë, cila do të qoftë e vërteta, qoftë e mirë, qoftë e keqe, duhet ballafaqohemi. Është një prishje e rregullit demokratik.
Na po vazhdojmë tutje, programin e AK-s, 2 minutat e parë, Enver, po filloj me ty. Faleminderit e nderuar, ne kemi marrur kandidaturën nga AK-ja dhe duhet falenderoj gjithë ekipin, kandidatët e cilët janë të mrekullueshëm për listën asamblez dhe kemi hartuar një program ku i kemi paraqitur disa prioritetet tona. Prioriteti ynë i parë është demokratizimi i komunës, kthimi i komunës qytetarëve të Malishevës, që punëtorët që punojnë aty pa dallim, punojnë lirshëm dhe të punojnë brenda detyra dhe përgjegjësive që i kanë. Në dy, kjo është si vizion, menaxhimi, planifikimi, realizimi dhe kontrollimi i buxhetit komunal, sepse aty fillon edhe bëron gjithçka. Mandena janë disa prioritete tjera si objektivat e cilat në Malishev kemi vështirësi të mëdha qytetarët, siç është uji, është rryma, është infrastruktura, është shërbime publike, pra kanalizimet, është gjendja në arsim, është gjendja jo e mirë në strukturën e ndërtimit brenda qytetit të Malishevës për shkak të mungesës së zonave zonale dhe për shkak të planifikimeve të mirëfillta me një bazë ligjore të ndërtimit që të cilat po ndërtohen vazhdimisht. Kemi të bëjmë me gjendjen e farmerëve jo të mirë dhe mungesë të mbështetjes komunale, po ashtu është gjendja rinisë, rujtja hapësira publike e cila për çdo ditë po zvogëlohet, investimet e cilat në këtë mandat fatkeqësisht janë koncentruar në masë të madhe, kjo nuk do të ndodhë me dhjetra ose të gjitha fshatrat e komunës Malishevës kanë përjetuar një tmerr financiar dhe të isha gjatë kësaj qeverisje. Pra këto janë objektiva dhe premtimet tona të cilat nuk do t'i përsërisim ose ato që kanë ndodhur si jo të mira ose të këqija, por ne do të kujdesemi shumë fillimisht që planifikimi buxhetor të bëhet në interesin e qytetarëve dhe në interesin e institucioneve komunale. Faleminderit. Faleminderit, Fatmira Demaj, plani i LDK-s për 4 vjet e ardhshme. Fillimisht i përshëndes qytetarët e komunës Malishevës, unë si kryetar komune do të mundohem të punoj ligjërisht me qytetarët dhe për qytetarët. Në kuptimin ligjërisht të jetë çdo proces i ligjshëm dhe në zbatim të ligjit, për qytetarët duke i respektuar në fokus qytetarin dhe me qytetarët që vendimarrja të jetë qytetari. Prioritet i parë i lidhjes demokratike e imi si kryetar komune është çështja e ujit të pijshëm në komunën e Malishevës. Padyshim se ky problem është i zgjidhshëm, qoftë përmes nivelit qendror i cili ka implikim drejt për drejt, por nëse kjo nuk ndodh në 6 muaj të parë nga marrja e mandatit, do përkujdesem si kryetari i komunës që në kohën 2 vjeçare të përfundojnë çështja e ujësisë në komunën e Malishevës, për shkak se qytetarët e komunës Malishevës vuajnë nga ky problem me ujë të pijshëm. Gjithashtu do të inkuarojë edhe mekanizmat për zgjedhjen e problemit të rrymës elektrike. Si problem ose fokus kryesor i imi si kryetar komune do të jenë këshillat lokale. Për shkak se aty buron demokracia, aty buron vendimarrja. Unë do t'i fuqizoj fuqishëm këshillat lokal për duke filluar nga hartimi i buxhetit dhe t'i marrë gjitha prioritetet nga lokalitetet për shkak se ne politikanët do duhet të udhëheqëm nga kërkesat e qytetarëve. Në anën tjetër, infrastruktura ka pikë të veçantë në programin e lidhjes demokratike dhe unë si kandidat për kryetar komune. Komuna Malishevës ka nevojë në infrastrukturë rrugore, shkollore, shëndetësore e gjitha këto për shkak se kemi probleme të hatashme qoftë në rrugë, kanalizim, mirëmbajtje të rrugëve e shumë probleme të tjera. Pastaj është shumë e rëndësishme subvencionimi. Subvencionimi në sferën e bujqësisë është i domosdoshëm komunën e Malishevës për shkak se duhet ta kuptojmë qartë se ne duhet i vetësojmë qytetarët se kemi nevojë për punë, për angazhim edhe në bujqësi. Subvencionimin në kulturë, subvencionimin në biznese start-up dhe në përgjithësi në angazhimin tonë në subvencionim të sferave të ndryshme. Faleminderit, Gzim Krasniqi, plani PDK-s për Malishevën. Faleminderit. Unë si kandidat i PDK-s i kam vendosur 5 parime mbi të cilat do ta udhëheqi komunën e Malishevës, që është transparenca, llogaridhënia, barazia, bashkëpunimi dhe përgjegjësia. Ata që më njohin e dinë që këto parime që i tham kam i marrë deri në fund. Prioriteti i parë për mua si kryetar komune do të jetë ujëra dhe kanalizimet. Uji edhe si uji pijes, edhe si menaxhim i ujërave në Malishev. Kanalizimet janë problemi më i madh në Malishev që krejt komunat e Kosovës e kanë zgjidhur veç na jem të fundit që kundërmon erave kanalizime nëpër qytet dhe nëpër të gjitha fshatrat e Malishevës.
Unë konsideroj që problemi ujtë është i zgjidhshëm, edhe me menaxhimin e burimeve që i kemë në për Malishevë, sepse rreth 70% e ujit humbet nga puset edhe nga burimet që i kena në për rezervuar, edhe lidhja me Këru Gjakovën është i mundshëm, sepse për ujin e pijes garantohen marrëveshje ndërshtetërore, lërma ndërkomunale, edhe fajin që e kena gjuar her pas here qeverisë qendrore ka qenë i gabueshëm edhe se kena pas vëmendjen dhe përkushtimin e mjaftueshëm që qytetarët e Malishevës me pas ujë të pijes. Kjo tregon që prioriteti i ujit ka vendos gjithmonë si në çdo fushat më diskutu e asnjëherë mos zgjedh. Prioriteti i dytë është arsimi cilësor. Arsimi në Malishevë është jashtëzakonisht i politizuar, rreth gjysma e drejtorëve të shkollas janë me ushtrues detyre, vazhdojnë me mbet ashtu edhe krenohen se kryen punën më mirë ushtrues të detyrës se sa drejtorët e rregullt. Kjo është një anomal tjetër. Shëndetësia fushës cilës i takoj është jashtëzakonisht e politizuar edhe ka mbështetje të vogël dhe mbikëqyrje fare. Vetëm për militant partijak shërben shëndetësia. Bujqësia dhe zhvillimi ekonomik është një pikë shumë rëndësishme që na i kena kushtuar rëndësi në program, edhe mbështetja e bujqëve në mënyrë të barabartë do të jetë fokusi jonë kryesor në bashkëpunim me këshillat lokale dhe me komisionet profesionale mbikëqyrëse. Faleminderit, cila i vjen Bytyqi, kandidati pavarur, plani juaj. Po, përshëndetje jeta, i përshëndes gjithashtu të gjithë qytetarët e Malishevës, po ashtu do të përshëndes edhe diasporën nëse na përcjellin ndërkohë. Unë i kom hyrë kësaj gare për arsye se po shoh kam parë dhe jam të parë në vazhdimsi pak kënaqësi të mëdha tek qytetarët dhe duke parë anarki dhe birokraci të mëdha në pushtetin aktual, do të përpiqem që të kontribuoj në aq sa ka mundësi në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve në Malishevë. Unë pikë pari tek kisha filluar në pika të shkurta tek shëndetësia. Në shëndetësi do të mundohem të kontribuoj në përmirësimin e të gjithë infrastrukturës në rand të parë të shëndetësisë, në kuadrin dhe në përmirësimin e kushteve të ndryshme, e sidomos në ato elementare të shëndetësisë që na mungojnë. Te arsimi do të mundohem gjithashtu të kontribuoj në të gjitha ato nevoja që do të shifen në të ardhmen që do të ka nevojë arsimi dhe në komunë, nëse unë arriti të qeverisi komunën e Malishevës, unë do të jemi përpushtuar që të drejtorët e drejtorive të jenë të lirë të punojnë, të mos jenë të kapur nga kryetari i komunës, sikur që janë deri tash, domethënë të dirigjuar nga kryetari i komunës aktual. Dhe gjithashtu do të kontribuojnë në përmirësimin e infrastrukturës. Kam disa projekte të cilat i kom parapo që duhet ju ipen prioritet. Është një ngritje e urës që është domosdoshme tek fshati Gurbardh. Koha ju. Faleminderit. Valon Hoti nga Lëvizja Vendosje, programi ju. Faleminderit zonja Gjara. Ne do të sigurojmë ujë të pijes për secilën familje, do të ndërtojmë nën stacionin energjetik në bashkëpunim me KOS-in dhe qeverinë, do të modernizojmë kanalizimin dhe kolektorët e ujrave zeza, do të ndërtojmë 2 implante për trajtimin e ujrave zeza. Pra, jetë të dinjiteshme duke siguruar ujë dhe energji, jetë të shëndetshme duke larguar ujrat e zeza nga mjedisi. Prioriteti ynë i 4 është të hapim dyert e institucioneve për rinin dhe gratë. Du të marrë fund nomenklatura vjetër politike në Malishevë, pra e burrave, dhe jeta publike të jetë gjithë barabartë. Gratë dhe rinia do të jenë në komunë, do të jenë në shkolla, dhe në udhëheqje të ndërmarrjeve publike. E kemi aktualisht vesh një grua drejtore shkolle dhe do bëjmë maksimumin që kjo të bëhet spaku 50-50. Por Malisheva nuk merret vesh për këto nevojat bazike. Ne do të përpiqemi të kalojmë në dimension tjetër, siç i ka hije në komunë të zhvilluar. Malisheva do të ketë rend urban. Dhe ky rend sigurohet, duhet të investohet në unazën e qytetit, rrugët që shpihen deri te unaza e qytetit, të ketë pishin gjysmë olimpike, pra meq e kemi burimin e bojë, të kemi objekt multifunksional ku ushtrojnë aktivitete rinia, OJQ, gratë, pensionistët, të kemi sallë kinemas e të ekspozitës e kështu me radhë, dhe Malisheva e vuan pasojën e mungesës së mirëmbajtjes së hapësirave publike
hapësirës së varrezave, memorialeve, trotuareve, ndriçimit e kështu me radhë dhe lumeve në qytet, dhe ne do të themelojmë ndërmarrjen e re komunale, e cila do të mbajë secilën hapësirë për të siguruar qytetarët që të jenë sigurt në ambient publik dhe të mos ballafaqohen me këto probleme të përditshme. Do të japim fond infrastrukturës në të gjitha fshatrat e Malishevës në kuptimin e përmirësimit të kushteve të ndriçimit, të trotuareve, rrugëve vlidhëse, të gjitha do të lidhen me shkollën e fshatit dhe kështu përfundimisht që do të bëhet pa selektime dhe pa anime partijake. Ne do të ndërtojmë salla të sporteve përveç se digitalizim në secilën Kto shkollë. ishin 2 minutat e parë, Valon Krasniqi prej Guzo, plani juaj. Atëherë, përshëndetje për gjithë, plani jonë, do me thonë primar, është që qyteti i Malishevës më ju kthy qytetarëve. Sot e 20 vite qyteti i Malishevës udhiqet nga një trekanç që realisht qytetarë të shumë që na ndëgjojnë e din për çfarë trekançi po flas. Një kohë më parë, ish kryetarët të komunës së Malishevës edhe mbi partive tjera i kanë sabotu proceset edhe misionet e shumta, po ashtu Malisheva nuk ka kohë më kthy me pas qysh qeverisin ato parti politike, e njëkohësisht nuk ka kohë edhe me nejt me nismen. Malisheva ka nevojë për gjak 3, për guxim, për gjenerat 3, edhe me vazhdu tutje. Sa i përket plan programit ton për Malishevën, fillimisht fokusimi jon është në drejtësi dhe barazi. Largimi i punëtorëve në komunë që kemi thënë dhe arsim që vazhdojnë të punojnë pa kontrata, duke krijuar një sistem të qartë, transparent dhe të lehtëshëm të punësimit. Reformimi i asistencës sociale, duke larguar nga lista personat të cilëve nuk u takon ndihma dhe duke orientuar mbështetjen vetëm tek familjet që me të vërtet ka nevojë. Sepse disa familje konsiderojnë që në proceset zgjedhore nga disa zyrtarë janë të keq përdor në këmbim të votav, marrin pare pa ju taku dhe pa i plotsu kriteret në këmbim të votave. Pastaj pikat kryesore të programit, punësime me kritere të qarta dhe kontrata të rregullta, ndihma sociale vetëm për familjet e varfra dhe kategoritë në nevojë, vazhdimi i ndërtimit të rrugëve, sidomos atyre që i lidhin fshatrat me qendrën, investime në rrugë të reja urbane dhe rurale, pastaj krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes. 2 minutat e parë janë këto, kush do replik? 30 sekonda, urdhna Enver Hoti. Faleminderit të nderuar. Kam një replik me kolegët e me zotin Hoti dhe zotin Ademi këtu edhe me zotin Kastrati që është këtu. Zoti Hoti ka deklaruar disa projekte që janë zhvilluar në Malishevë që nuk janë të lëvizjes vendosje, po janë të qeverive qendrore. Është mirë mi hiq se janë tyne në një. Në dy do t'i konfrontoja këta dy, pse në Malishevë s'ka ujë, pse nuk është bërë tranziti, pse nuk ka rrymë, që 5 vite kanë qeverinë absolute në nivel qendror dhe në nivel lokal. Duhet ju përgjigjen qytetarëve. Faleminderit koha Enver. Faleminderit. Mas pari, po shkojmë te Valon, apo don me adresu qëtë kritik? Po patjetër. Urdhna? Nuk kemi tranzit sepse Enver Hoti kur ka qenë pjesë e panit, nuk e kanë filluar asnjëherë shpronësimin e zonës së rrugës së tranzitit. Kanë filluar shpronësimin për zonën ekonomike dhe siç keni raportuar ju zonja Xhara, tashmë janë të dënuar 3 persona për zonën ekonomike atje dhe tranzitin asnjëherë se kanë marrë me prioritet. Aty ka dhe vendim gjykate për ankesë nga ana e banorëve, të cilët janë ankuar që po uzurpohen pronat nga shteti dhe nuk ka shpronësim. Sa i përket energjisë, qeverisja aktuale Malishevë ankohet që ka mungesë mbështetje nga ana e qeverisë. Por Enveri ka qenë i pranishëm në qeverisje prej 2013 me nismë. Koha, veç pak, Enver? Po, shiko, këtu janë manipulime, tranziti dihet ku mund, jo keni edhe një emision për gjendjen e tranzit, ndërhyrjet nga nivelit qendror, pikërisht nga ministria ku ka qenë aty. Nuk do doja ta hapim aty tjetë temën, sepse keni interferu me nismën dhe keni bloku tranzitin me objekte private, në ne, e keni një emision e ju, pikërisht kallxo.com, kthe në këshyrën atje, ndërsa të rryma ka adres, pse energji s'ka, unë vetëm e pyeta, pse nuk ka investime nga niveli qendror në tranzit, në ujësjellës dhe në rrymë, as nga niveli qendror, as nga niveli lokal, për 5 vite. Kaq. Mirë, po don... Sonja Xhara? A ke replik veçoj e dorën se s'po di kur ke. Valon Hoti. Kundër replik,
Unë kam vendim gjykati këtu, një banori lokal aty, i cili është ankuar në gjykat dhe për bllokim të tranzitit ka masë të përkohshme nga gjykata. Ju lutem, regjia mund t'ja jepni edhe zonës Xhara ta lexoj vendimin dhe kjo është e vërteta. Ato që thot zotri Joti janë fjalë të qarshis dhe unë s'dua ta ndërtoj debatin aty. Jap llogari, nëse unë dhe dikush i afër me imi ka vetëm një objekt pa leje dikon të ndërtuar ose ka bllokuar këtë proces. Mandej, arsyeja pse tranziti nuk ka ecur është edhe ky lloj shpronësimi kur Enver Hoti ka qenë pjesë e qeverisë, nga 7 euro gjys ka shkuar në 800. Ka 100 fishim i çmimit për zonën ekonomike. Enver Hoti, Kam Abdan? qenë asnjëherë qeverinë kum punu në legislativ. Dihet ajo, edhe nivel qendror dhe nivel lokal. Nuk kam pas asnjë gesht aty dhe mirë po dëgjoni këtu nuk do ta bëja temë aty. Unë do të bëj temë pse qeveria lokale dhe qendrore kur kanë pas pushtete absolute i kanë lënë qytetarët pa projekte kapitale. Këtu që janë jetike për qytetarët e Malishevës. Këta duhet të përgjigjen njëri me tjetrin, ndërsa kur ju ka dashur për një marrëveshje politike me bon një kryetar kuvendi ose një qeveri aktuale, zoti Lima dhe zoti Kurti janë taku brenda natës. Ndërsa qytetarët e Malishevës janë penalizuar për inontet e tyre 5 vite radhazi. Zonja Xhara, ju lutem. Prej që ka arë nisma në pushtet bashkë me Enver Hotin, në Kosovë ka qeverisur Hashim Thaçi me PDK-n, Isa Mustafa me LDK-n, Ramush Haradinaj me AK-n, Abdullah Oti me LDK-n dhe tani qeveris Albin Kurti, por këta asnjëherë s'kan arrit ta marrin ujin, sepse kanë qenë të paaftë menaxhim, keq përdorus në financim. Po du me shku te Fatmiri Gëzimi që e kanë kërku fjallën. Fatmir. Realisht problemi i ujit të pishëm edhe gjitha këto shqetësime që po i ngrit Valoni janë plotësisht të drejta, por në kuptimin e asaj që ka pas mundësi Valoni edhe tash si deputet, por në kalumen si pjesë ekzekutive në qeverinë Kurti, është e pa pranueshme sot qytetarët Malishevës të kërkohet besim për shkak se për gjatë 3 viteve ka pasur mundësi në vazhdimsi të bien projekte e jo sot të fillojnë punë të komunikimit edhe për rrugë infrastrukturore, por edhe për ujë, edhe për çështjen e rrymës do duhet të përfundohen nga Valoni Hoti. Koha. Valon? Po, zonja Xhara, unë jam deputet, kam marrë 22.200 vota dhe puna e parë imja si deputet ka qenë komunikime me Ministrinë e Ekonomisë, kam siguruar fizibilitetin përmes Ministrisë së Ekonomisë dhe Hidroregionit. Fizibiliteti ka filluar, pra është nënshkruar kontrata, kandidatët nuk kanë informacion, puna në teren po bëhet, sa po do të bëhet analiza, do të bëhet projekti dhe do të bëhet investimi. Unë jam garantuesi Albin Kurtin dhe qeverinë e kam prapa dhe këtu kam një dokument që po ashtu mund t'ua jap që Komuna Malishevës ka refuzuar ta bëjë studimin e fizibilitetit për ndërtimin e ujësjecit në Malishevë. Mund t'ua ofroj dokumentin. Ne të gjithë kemi informacionet të sakta. Pse për 3 vetë zoti Hoti si në ekzekutiv, nivel qendror nuk i ke implementuar këto kërkesat se të sot për i ki shqetësime. Në anën tjetër, unë kom prit fare nuk do të jetë kandidat Valoni, për shkak që ka qenë njëri më i afërm i Lubunit dhe shqetësimet e tij Karshi Albinit do duhet me reflektu edhe të ky më distancu. U përgjigj këto, po du me një prej Gëzimit, po du me një. 2 replika, se këna kaloj rani 2-3 herë. E para, na nuk du të me leju debatin që me shku në vlera individualet se cilit, se kush e ka pengu procesin. Po, 43.888 banor në Malishevë janë pa ujë, e janë pa rrym e pa kanalizim. Problemi i rrymës është e vërtet që Malisheva për shkak të ngjecjeve të proceseve e ka da veç një trull për në stacionin e rrymës edhe nuk ka bën investimi. Këto e din krejt Kosova. Do të më marrë përgjegjësi qeveria lokale. Nuk mundet më krenu qeveria qendrore se na tash e kem dikan atje dhe mujna me investu se e kemi aran. Qytetarët e Malishevës s'kan as ujë as rrymë as kanalizim. Kjo është shumë e rëndësishme. Për ujin e pijes, projekti është i qartë, investimi mund bëhet edhe me mbështetjen e qeverisë qendrore, edhe me buxhetin komunal, por prioritetet e qeverisë komunale janë shku tjetër ka edhe ka dështu ky projekt në çdo fushat elektorale përmendet tash. Valon Hoti. Zonja Xhara, kam bërë maksimumin dhe qeveria e Kosovës ka investuar në mbi 10 projekte gjatë 4 viteve të fundit në Malishevë. Çerdhet që po bëhen aty janë nga qeveria, pra 700.000 Bellanis, 400.000 Baj, 400.000 shkolla në Dragobil, stadiumi i qytetit, rruga Gur-Bardh Turjak e shumë projekte të tjera. Unë kam bërë maksimumin dhe jam këtu që ta bëj përsëri dhe nuk dua t'i ndëgjoj kandidatet në ankesa drejt qeverisë. Nëse këta si pyet kush dhe si ka pyetur askush në kaluarën, pse kanë filluar të kërkojnë votë prej qytetarëve? Nëse unë pyetem për një projekt që ta ndaloj, do të pyetem edhe ta lejoj, nëse këta po thonë ashtu.
Na nuk mujna më lidhë për emna kush ka me ka kryeministër. Se cili kryeministër është kryeministri jonë, edhe do të më kujdes për qytetarët e vetë. Kreto investime ja respektoj për shkak me kallëzu që kur apresh i rritin komun, so ka investim komunal, por jo me rrejt gjyks këtu, me kallëzu që unë e kam majeran dikan në qeveri dhe ma kryu një punë. Çdo ministër, çdo kryeministër ka përgjegjësi për qytetarët e Malishevës, se ata nuk janë një partije, po janë të krejtë Kosovës. Pajtojmë për këtë që se cila qeveri do të investojnë komuna, pavarësisht ku edhe kush qeverisë, por unë jam garantuesi i kësaj për shkak të planit tim konkret për transparencë dhe plane konkrete për investim. Do të raportoj në 3 mujor, 6 mujor, 9 mujor dhe 12 mujor, nuk do të ketë asnjë punë me fjalë boshe dhe pa analizë, me projekte të qarta dhe gjetje të sigurt të financimit. Palën Krasniqi? Realisht këtu jemi, do me thonë emision me folë për jetën në Malishev, faktikisht për punime dhe për nevojat e qytetarëve, sa i përket çështjes së mbështetjes së nivelit qendror, konsideroj që këto janë taksat e qytetarëve, e nëse thirrmin këto, edhe unë kam mbështetje të nivelit qendror, tu e pas parasysh që kryetari i partisë tonë, Paton Peci, ka qenë një ministër me performancë jashtëzakonshme ku kanë përfituar bëjt jo vetëm në komunën e Malishevës, po në gjithë Republikën e Kosovës. Po duhen me dalë te puna e infrastrukturës dhe planifikimit urban. Qeni ma i ri që ka ndodhë në Malishevë është një nënkalim i madh, e ky nënkalim i bjen që tash ka mushtu banesat, qendrat rektore, bashkë me to dhe betoni, gjelbrim shumë pak, e po më intereson që kanë me bo për planifikimin urban këta kandidat. Malisheva e ka të miratu në planin zhvillimor, por ende nuk i ka miratu hartat zonale, të cilat janë proces të artimit, po më intereson për kandidatëve, qëfar plani kanë, ku kanë me ndërtu, sa katë po dojnë me ndërtu, dhe qëfar hapësire gjelbërt dojnë me siguru në këtë vend që po betonizohet. Po fillojmë tash për anës tjetër, Valën, minutat e tu për planifikimin urban. Planifikimi jonë urban për komunën e Malishevës përfshin këto pika kryesore: ujësjellës dhe kanalizim në çdo lagje dhe fshat përfundimisht, rrjet rrugor urban i asfaltuar dhe i ndryshuar me sinjalistik moderne, transport publik lokal që lidh fshatrat me qytetin, ndërtimi i një parku të madh në qendër në Malishevë si hapësirë rekreacioni për qytetarët, pastaj zhvillim i zonës tregtare dhe hapësira për bizneset lokale, riciklim dhe menaxhim modern i meturinave, pastërti dhe gjelbrim të qëndrueshëm, zgjerim i qytetit në mënyrë të planifikuar, zona të ndara për banim, tregti, biznese dhe hapësira të gjelbërta, rregullim dhe modernizim i qendrës së qytetit me sheshe, trotuare dhe parkingje publike, largimi i ndërtimeve pa leje dhe kthimi i hapësira publike te qytetarët. Faleminderit, sa kat kime lënë maksimum me ndërtu në Malishevë nëse boshti kryetar? Sa kat? Faktikisht standardi për ndërtesat banesore në Malishevë, në qendrat urbane, zonat kryesore të qytetit, lejohet ndërtimi i banesave deri në 6 kat mbi përdhes. Kallëzom, a kime ndru këtë standard? Këto llogaritën banesat të larta për Malishevën. Me rëndësi, a kime ndru të ajo? Jo. S'kime ndru? Jo, a kina i financus të fushatës tonë që jo ndërtus? Për momentin jo. A kina i asamblejes që është ndërtus, listë të asamblejeve si kandidat? Po. Sa janë për të në ndërtus? 2 prej tyre janë ndërtus. Faleminderit për transparencën, Valën Hoti, plani urban për Malishevën. Malisheva ka nevojë për urbanizim të plot, jo veç qytetit, por edhe të fshatrave. Gjëja e parë që duhet bëjmë është trajtimi dhe miratimi i hartës zonale. Fakti që Malisheva nuk ka ende hartë zonale, e ka atë të punuar, përse ka të miratuar që 3 vite, është për shkak që ndërtimet dhe objektet bën sipas dëshirës dhe edhe pa leje. Me ardhen tonë në qeveri, do të ketë me njëherë miratim të hartës zonale dhe do të bëjmë përveç se unazën e qytetit, edhe stacionin e ri të autobusëve, organizimin e shiritave deri në unazën e ri të qytetit, por do të investojmë edhe në Kiev si qendër, pra si zonë gravituese. Kieva do të bëhet një mini qendër për fshatrat për rreth, kurse në fshatrat e Malishevës, infrastruktura rrugore, e trotuareve, kanalizimeve, ujësjellësit do të jetë e përfunduar me ne. Për sa i përket ndërtimeve në qytet, zonja Gjara, do të them që me sa kanë parë planin zhvillimor lokal, por edhe ndërtimet, synimin për ndërtime tash, duhet ta trajtojmë me ekspertët për kas, por të bëhet me dëgjime publike për fshirë qytetarëve. Do me thonë se kina i kat limit që kime na kallëzuneve sot, matut ma shumë se 6-7 leja. Sot mund të them që do ta respektoj në përpikmëri ligjin për ndërtim,
udhëzimet rrjedhëse administrative dhe mbi bazën e udhëzimeve dhe ligjit me dëgjim publik, me përfshirje të eksperte, do të hartoj zartën zonale ku aty do vendosen sekretar komune, koeficientet. mundesh me dhonë vizion sa po dënë me maru dërtimet nalta dhe sa. Pa më parasysh që thonë ekspertat, Balan. Do të përpiqem maksimalisht që ndërtimet e larta të kenë hapësirën e parkingjeve, të parqeve dhe infrastrukturës e nevojshme për cilëse. Jo siç është shembulli tash, unë nuk dua të përmend një kat tash, sepse po them, do ta bëjmë në konsultim publik bashkë me ekspertet, por edhe me qytetarët. Harta zonale. Financues që janë ndërtues? Asnjë financues. Asamblista? Nuk kam asnjë informacion, me sa unë di, jo. Dhe jo, në fakt. Faleminderit Selajdin Bytyqi, cili o plani juaj për planifikim urban? Po, zonja Jeta. Unë në rand të parë, nëse unë do të arriti të qeverisi komunën e Malishevës, plani im urban do të jetë ndryshimi në disa vende tek nënkalimi i pushtetit aktual, sepse kanë bërë shumë gabime, nuk e di a i kanë bo me qëllim për shkaqe interesave të miqve, apo nuk kanë ditur, apo kanë punuar pa ekspert. Çfarë gabime? Gabimet janë, zonja Jeta, se të nënkalimi, bashkë në qendër të Malishevës, janë shku edhe kanë ndërtu mure edhe dikon ndoshta deri në 3-4 metra ka mure betoni në lartësi. Edhe i kanë bloku të gjitha bizneset, afarizmin, katët e parat bizneseve, absolut, na për çdo ditë udhtojmë që asaj nuk ishe ka 2-3 qytetarë të pi kafe aty, edhe nuk kanë lënë asnjë kalim me kalu ne apo kënej, duhet mos sjell rreth Malishevës për me kalu në majt apo në djathtë. Unë ato mure do t'i rënoj, edhe do t'i ndërtoj, e do t'i uli, edhe do t'ju qeli frymën thjesht me marë frymë bizneset. E dhe i sa katë kemi lënë ndërtesat mu maru? Ndërtesat, logikisht edhe që shkish pas edhe ndoshta një bukuri qyteti, unë do t'i kisha leju deri në 8. Zakonisht 2 katët për afarist edhe 6 për Ti Selajdin, a kina i financus që është ndërtus? Kom shok, unë vi pi fushës biznesit. Qfar biznesi kiti? Unë e kam biznes, punoj me ndërtim tult. Ndërtim tult. Biznes familjar. Ndërtimtar. A ke kandidat për asambleja, s'ke? Jo, veç S'ke kandidat. Jo, nuk kam. Por, qëtu edhe pak të nënkalimit lutem. Plus asaj, nënkalimi me sa jam njëhuri, është dashtë me shku ma thellë, për mos me shku aq nalë murët që mi bloku biznesa. Faleminderit. Që ka që është koha, Selajdin, Gëzim Krasniqi, plani urbani PDK-s. Sa i përket urbanizmit dhe planifikimit urban, krijimi i harta zonale është e para, sepse hartat zonale përcaktojnë qartë vijat fizuese ndërtimit, ndarjen e zonave të banimit, hapësirat publike dhe gjelbruse, infrastrukturën rrugore dhe transportin urban dhe ndërurban. Ky proces do të garantojë që qyteti të funksionojë sipas standardeve të qytetit normal dhe modern, duke lehtësuar jetën e qytetarëve dhe institucioneve publike. Kushte dhe mundësi për biznese dhe besueshmëri për investitorët. Rregullimi dhe mirëmbajtja e rrugëve ekzistuese shumë të lëna mazdore dhe krijimi i rrugëve lidhëse të qytetit me qarkuren e qytetit që përfundimisht buxheti komunës nuk e përballon ndërtimin e qarkores, ka me ndërtu qeveria, cila do qoftë ajo. Rregullimi i ujit pijes, kanalizimet, shtratit lumit, mirusha që është shumë e rëndësishme, gjelbrimi dhe ndryshimi i rrugëve dhe hapësira publike, sinjalistika dhe qasja për persona me aftësi të kufizuar. Sa i përket ndërtimit, garantojtë se do të bëhen në mënyrë profesionale, të drejtë dhe transparente. Ekipet profesionale do të vlerësojnë në çdo rast duke përcaktuar saktë se objekti i plotson kushtet teknike, koeficientin e ndërtimit, katëshmërinë, standardet e sigurisë që nuk rrezikojnë jetën dhe mirëqenien e qytetarëve, qoftë nga vlerësimi për aplikim për leje ndërtimi, qoftë gjatë ndërtimit me inspektor që do ta kryejnë punën, sepse gjatë ndërtimit të na rrezikojnë qytetarët shumë, edhe qoftë në realizimin deri në pranimin teknik. Urbanizmi në Malishevë konceptohet vetëm beton dhe asgjë tjetër. Urbanizmi përfshin ujë kanalizim, përfshin gjelbrim, hapësira publike, qasje të barabartë për qytetarët dhe gjithçka tjetër. Faleminderit. Sa katë në fund Gëzim menon që kemi leju maksimum? Në bazë të konsultimeve të mia me ekspertë e fushës, 6 katë është e mjaftueshme për Malishevë, jo më shumë.
A kena i financues që është ndërtues? Asnjë financues, asnjë në listë. Okej, as asamblesë. Mirë, Fatmir Adema i plani LDK-s. Qytetarët e komunës Malisheves në mënyrë të havshme kanë filluar duke bërë ndërtimet të banesave të larta, ndërtimit të lartë. Kjo është për të uqmuar dhe për të vlerësuar pikëpari për shkak të angazhimit tyre, sepse i japin një motiv shtesë edhe neve si institucione edhe biznesev të bajnë punën edhe angazhim më të madh për komunën tonë. Unë si kryetari i komunës, që në ditën e parë zotohem që në afat 6 mujor do t'i marr gjitha përgjegjësitë e mia që më takojnë që t'i bëjmë hartat zonale për shkak se janë punuar, por nuk është marrë korrigjimin nga ministrit, konkretisht digasterët dhe sipas ligjit do t'i marr gjitha rekomandimet të cilat janë dhe në afat 6 mujor do ta përfundoj punën e hartave zonale në asamblejë komunale. Është shumë e rëndësishme që qyteti të ketë sa më shpejt të zgjidh problemin me harta zonale, jam garantues që sot në këtë mënyrë publike para qytetarëve të komunës Malisheves. Gjithashtu qyteti ka nevojë për zgjerim, për shkak se është i ngolfatur me një rrugë, edhe përmes unazës së jashtme, por edhe përmes rrugëve të reja brenda qytetit për shkak të krijimit hapësirës për biznesin të komunën e Malisheves. Sa ka do t'i lejojsh ti? Fokus i rëndësishëm do të jetë ndërtimi i një parki në qytet, për shkak se ka nevojë shumë të madhe qyteti i Malisheves, qytetza për një park. Vlerësoj në bazë të angazhimit në komunën e Malisheves, drejtoria e urbanizmit, në mënyrë eksplicite, në mënyrë të veçantë ka ekspert më të mirë në komunën e Malisheves. Unë duke i besuar punës së zyrtarëve komunal, konkretisht janë shumë punëtor, e vlerësoj punën dhe angazhimit edhe të ekspertëve brenda institucionit, por edhe të ekspertëve të cilët do të menaxhojmë ata si lidhje demokratike, duke i përfshi, besoj që është e rëndësishme që banimi të jetë 8 kat. 8 kat. Fatmir Kallxona, a ki financues që janë ndërtues? Jo. Kandidat për asamble? Jo. Faleminderit. Enver Hoti, plani juaj? Faleminderit e nderuar Jeta. Plani im do të jetë mbi bazën e pranimit edhe të miratimit të kushteve ligjore në radhë parë. Ai do të zhvillohet mbi bazën e një planifikimit zhvillimor të komunës, nga ku do të burën plani zonal i komunës, hartat zonale dhe manej ndërtimet, plani i ndërtimit të tyre objekte dhe gjithë infrastrukturës brenda në qytet. Ne do të konstatojmë diçka. Malisheva është sjellë gjatë kësaj qeverisje në një pikë pyetje të madhe sa i përket ndërtimit dhe infrastrukturës së brendshme. Hapësira publike janë shkatërruar, nuk ka më brenda asnjë mundësi. Është mbyll ai oksigjeni që ka qenë aty ai parku, ai sheshi jon, tash është kthyer në beton, po sigurisht do të flasim me ty tjerë. Unë do të marr përsipër që do të miratoj dhe do të realizoj hartat zonale, do të rregulloj edhe lagjet të cilat janë përreth qendrës së Malisheves. Për shembull se ju ka hyrë njerëzve shumë në hak, për shembull është lagja e Goleshit, që njerëzit që 20 vite presin me ndërtu atje dhe institucionet kurrë janë kujdes për ta, dhe do të vazhdojmë me një ndërtim të rregullt, normativ, ligjor, duke i përfillur të gjitha ligjet e aplikueshme. Për mua Malisheva është si kryeqendër e Malisheves, ndërsa Kieva është një qendër shtesë e cila ka një shumësi të fshatrave të cilat kanë nevojë për një kujdes ndërtimi dhe zhvillimi, ku do të ofrojmë kushte për jetesë atje, për zhvillim biznesit, hapësira sportive, rekreative për atë pjesën atje që ne quaj si qendër shtesë e Kieve e aty me fshatrave të Malishevës. Por në Malishevë duhet një ndërhyrje urgjente e ekspertëve, profesionistëve të cilët do të jenë në qeverinë time për të parandaluar dhe për të penguar këto që janë duke ndodhur deri tani dhe për të realizuar mbi baza të normave dhe ligjeve të cilat duhet të aplikojnë. Enver Hoti, sa kati lejon maksimum? Unë nuk do të shprehi ndonjë lartësi ashtu, sepse besoj që këto duhet ta nxjerrin në bazë ligjit, në bazë planeve dhe në bazë të ekspertëve. Po, ligji lejon ty nëse don si kryetar mundesh deri 50 me shumë. 50. Sa po don? Jo, nëse ndërtuan hartat zonale nuk lejon ligji. Që ky ligji që ju duke ndërtuar si thash, se me këtë ligji, veç pak. Jo do ta themi Jeta, me këtë ligjin që ju duke ndërtuar në Malishev, na mundna me shku me ndërtuar edhe te Fatmir Ademi atje në Llafshi. Po veç hartën zonale e propozon kryetari. Nëse e ke shumicën në asamble, ti mundesh me kalu një hartë zonale me so dush kat. Absolutisht që do ta kaloj edhe nëse se kam shumicë. So kat pra? So kat, mendoj që në qendër 8 kat do të ishin të mjaftueshme. 8 kat. A Kallxona, a kinaj financues që ndërtues? Unë me atë sa kam informacionin nuk kam asnjë financues ndërtimit, nuk kam ndaj vetes, ndërsa në listën e asamblejisë është një familjar i cili merret me ndërtime, nuk u duke ushtruar, me atë sa kam informacion nuk u ushtrove veprimtarinë vet në Malishevë, por jashtë Malishevës është biznesi i tij privat, për korrektësi dhe për transparencë. Replika kërkuva Enver Hoti? Po, Jeta Xhara,
Enver Hoti është njeriu me jetëgjatësinë më të madhe politike në Malishev. 2002-2013 me PDK-n, 2013-2021 me nismen, tani ka kaluar në PDK, mandej në AK, me siguri tash është futur ngashët, kthehet me një koalicion me nismen. Let na tregoj ku ka qenë kur janë tjetërsuar pronat në Malishev, pse janë tjetërsuar parqet në Malishev, pse s'ka pasur urbanizëm asnjëherë në Malishev dhe pse kemi ardhur deri në këtë pikë. Po ashtu edhe për zotrin Ademaj. Ky ka qenë 4 vite mandat aty. Veç pak, krejt autostrada ka kalu ka Malishev, ati pëthu s'ka pos urbanizëm. Është maru autostrada me kaluani. Por, Enver Hoti mas pari, ka mu përgjegjë mandej. Urdhë. Shiko, unë mas pari, sinqerisht nuk e kam tem hiç valorin. Nuk ekziston domenin tem hiç valorin. Si kandidat për kryetar, nuk e kam tem valorin. Nuk është mirë me ushqymet pa vërteta, sepse unë në 2000-2009 kam qenë net të me kë. S'kam qenë politik hiç. Kjo bjen krejt, edhe të gjitha këtu marrin, nuk ja përgjigje tjetër. Të gjitha të tjerat i ka në kryet e vetëvendosjes ata që kanë qeverisë nga 5 vite për çdo të merrna me ta. Nuk ekziston domenin tim. Unë në vitin 99-2009 kom shërby në trupat mbrojtëse të Kosovës, kaq. Faleminderit. Ky ka qenë në TMK, por ky s'ka pasur asnjë kolic kur ka marrë tender prej PDK-s në 2007 tutje në Malishev. Ta kemi kështu, por unë nuk dua të merrem me të, sepse është prej një partie të Ka vogël. marrë tender si kompania? Po flas si familje edhe i lidhur me PDK-n, por nuk dua ta bëj temë. Enver, ta jap fjalën sot ta përfundon Valoni. Po se Enverin këtu, sepse unë jam kandidat prej një subjekti serioz dhe dua të merrem me qytetarët dhe me zotimet tona që kemi për qytetarët. Kisha një replikë të shkurtër me zotrin Ademaj. Veç pak 30 sekondat e tu i kryt Valon, Enver, koha juj. Enver, koha juj me adresu problemin, a ke marrë tender? Dëgjoj veç pak. Unë nuk u marr, dëgjoj. Jo, Të lutem veç pak. Unë ja u jap fjalën kush do që i përmenet me akuzë, ja fjalën më mbrojt. Urdhna. Faleminderit Valon për mundësinë që më dhaje. Unë nuk do të kisha hyrë në ato pjesë, sepse ato kush merr tendera, kush s'merr tendera, Malisheva din shumë mirë. Qytetarët na njohin të gjithëve. Edhe nëse dikush ka punuar atje prej familjen e një kohë të caktuar, në të janë organet që mund të marrin mirë ose keq. Por kush është duke vazhduar me tendera në nivel lokal e qendror në të gjitha qeveritë, pa dallim, ja vlon qytetarët Malishevës. Fjalën e ka kërku 30 sekondat e tuja se lajden. Hajde. Kështu është puna. Tash na në munges kryetarit aktual, a kem drejt mi bo do pyetje që i kemi bo gati, a kem drejt pa konaj prezentu, a qka? Une po thëmë, jo se s'është prezent, ti a bën dikujt që së këtu, edhe të kena thirë me kalzu për projekte, jo për me veti ata. Ajo nuk është, ai nuk është këtu, kemi me folë për projekte. Projektet e mija po filloj me infrastrukturën. Jo, mas pari s'është koha për infrastrukturë, kjo është koha për replikë, i kemi edhe 2-3 njerës që kanë kërku replikë. Jo, për replikë, atërve se hupim kohën këtë. E kryve pjesën tone, koha e gzimit, urna. Koha e gzimit, urna. Unë të veç du t'ju them që LDK dhe PDK në dy parti me jetëgjatësi më të madhe, edhe njerëzit që kanë kalu në për këto dy parti, na nuk mujna mos kuq për veprimet e tyne. Ata janë individ që sot e kanë kalu jetën e vetë në për këto parti dhe sot kanë veprime tjera politike. Unë nuk marrë përgjithësi për njerëzit që kanë kalu në për parti demokratike të Kosovës, edhe që kanë zhvat për shtetin ose kanë kryer një punë vetën. Kështu që sot jemi për programin ton edhe për ofertën që dojmë ju bën qytetarëve të Malishevës, sepse ata vujnë për ujë, rrymë, për kanalizim, për gjithçka tjetër. Fatmir njëherë, mandej Valon Krasniqi. Ne këtu po lypëm një kryetar të ri të komunës Malishevës. Dhe këtu jemi për programet tona për t'i paraqitur para qytetarët të komunës Malishevës. Institucionet e vendit edhe nivel qendror janë me bllokada pikërisht lëvizjes vetëvendosje. Andaj kush me kanë dhe kun përpret koalicion janë të qarta. Por unë këtu zëtohem se si kryetari i komunës nuk do të merrem aspekt me kandidat tjerë, vetëm me programin e lidhjes demokratike të Kosovës në implementimin 4 vjeçar si kryetar komune. Valon Krasniqi. Unë konsideroj që njerëzit më të mrekullueshëm që i ka vani edhe Malisheva janë ata që ndrojnë parti politike. Sepse PDK-s edhe lidhjes demokratike faktikisht që kjo është qëllimi tyne, mi bon militant edhe çdo herë, do më thonë, mos me dalë pe petku të tyne. Sa i përket çështjes tjetër, jeta unë është mirë me uru niveli i debatit. Për shembull,
kandidati për kryetari i Lidhjes Demokratike del të jep premtime të ndryshme, a ky që 4 vite u konë në koalicion me nismen. Let ju tregon qytetarëve mas pari që kjo konë koalicion, edhe pse nuk ka bën një hap konkret, po thotë që faleminderit Valjan, që ka që kohë, mas pari replikën PDK-ja, mandej LDK-ja. Urdhna. Na nuk jem militant partive, Valjan, po na jem në vazhdimsi në PDK-n dhe jem krenar për këta, po Partia Demokratike Degan Maleshev ka vendosur që unë me përfaqësu. E nëse ti din diçka për mu, ose për gjeneratën tem dhe grupin tem të ekspertëve, që të qytullet e mervesh jeta dhe krejt Malesheva dhe krejt Kosova. Sepse jo pse je në PDK dhe ke dalë me një parti tjetër, i ke larë rotat edhe je boj mirë. Fatmir Ademaj njerë se ngarkova dhe LDK-n. Prit. Jam krenar për çdo shërbim temin që kam bërë edhe duke qenë si opozitor për vitet e tona, por edhe si mundësi për zgjidhjen e problemeve në Komunën Malishevës. Gjitha ato investime që kanë ndodhur në 4 vite, ka impakt jashtëzakonshëm LDK-ja. Andaj mburrem për këtë angazhimin tim, qoftë si opozitor, qoftë në koalicion, edhe nesër kur Valoni e Valona të tjerë janë bashkëqeverisje me mua si kryetar komune. Valon, a bën veç diçka me të vet? Patjetër. Njerë që kanë qenë Guxo, kanë qenë LDK. Tasha është mëkat që e kanë ndruar dhe ata partinë? Jo, respekt për gjitha partitë politike, po unë e thash që njerëzit më të mrekullueshëm janë ata që i vlerësojnë mbi baza, përfaqësues mbi bazat atyne që çka përfaqësojnë. Kandidati i Lidhjes Demokratike, e ceka që u konë në koalicion me nismen, edhe kanë mumoj të men, si deg, e Lidhjes Demokratike, që jo përpos që e kanë shkatru Lidhjen Demokratike në Malishev, kanë mumoj të men që në këtë legislatur i kanë punësu krejt familjarët edhe grotet që kjo puna e koalicionit, Nalo, qka nëse për qender edhe juve duhet me hi në koalicion me nismen, qka ndodhë, sepse në Kosovë s'po mundet kërkush, Nalo veç pak Valon, kërkush s'po mundet me bo qeverisje, vetë pa hi në koalicion. Qka nëse duhet me hinë koalicion me një partit ish pushtetit? Edhe juve mi ndodhë, qka ndodhë, Valon, mas ne qka bodh me qëto që pithu këtu në keni? Po mënojna me të kuptu jeta, na po flasmi edhe jena të thiru këtu me folë për pushtet lokal. Une po e të regoj edhe njerë, kandidati për kryetar, për Lidhjes Demokratike u konë koalicion me nismen. Edhe në këtë legislatur, kërejt i kanë punësu gratë e veta edhe familjarët e vetë. E që ashtu zban. Okej, urdhna. Kjo që thot Valoni praktikisht ka të bëjë pikërisht me mllefin e tij ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës, për shkak se vetmi subjekt politik në Malishev që është rritë në zgjedhjen nacionale është Lidhja Demokratike e Kosovës. A i keni punësu groqësh për ka qenë me 2.000 vota, tash i ka 3.600 vota. Jeta në aspektin e gjinis, gratë që po përmenen këtu, unë vlerësoj si jo si promovuse e çdo debatit promovimit vlerës grus në vitin 2025. Është e papranueshme të shikohet kush pa punësohet. Nalo, unë e gra po, veç jo gratë e juja. Unë e lypi meritokraci te gratë edhe tjerva, jo pëse jo në gratë e juja. Meritokraci për shkak se gratë tona, plot nga ne, kem pas punësuar nga 2013 dhe janë suspenduar pikërisht nga pushtetet e kalume. Duhet të mirët ma larg kush ka punu, jo vetëm kur i ka ardhur mundësia sot me punu. Çdo gratë dhe vajzë e re ka nevojë për krahje dhe punësim. Okej, Valon Krasniqi. Që se mënu më godit e barazia gjenore, e vetëmja partia Guxo e ka shefe të shtabit në zgjedhjet lokale, dhe më thonë. Këta tjerë i kanë këtë shefa. Une e ceka që i kanë punësu gratë e veta, i kërkojnë votat prej aktivistave, edhe i punësojnë gratë e veta. Grafa që i kanë qitë prej pune për para, si diskriminim... Nuk është të vërtet, ta i kanë punësu ekskluzivisht familjarët edhe gratë e veta. Edhe këto jeta unë ju marë mësë me kushtuj kërkon, po me kalzu drejt, sepse emisioni jëtë është me vlera, edhe ju marë me kalzu me pjatë guzim, çdo sen që kam informacion. Faleminderit Valon Hoti, pastaj Emberi. Këtu folëm të gjithë për urbanizim drejt dhe të barabartë, dhe unë kam një replik me zotrin Adema, ose ta për nevoj për sqarim. Gjatë tyne vite me mandat është zhvilluar një projekt Malishevi, cili është ideu tjetë 4-5 milion, ka shku në 8 milion, mandej ka mrinë 11 milion dhe së është përfundu. Ai projekt përveç se kalon 22 fshatra pa urbanizim, në atë projekt qalon në shumë dimensione, përfshirë munges ashensori për kategoritë e veçantë, apo që ka nevojë. Për çka i të folë? Trotuarët për rreth. Nënkalim a diçka tjetër? Po flas për nënkalimin, se këta herë i thojnë park, herë nënkalim, herë. Aty endes është kry zonja Gjara, por edhe një çështje. Ka mbetur parkingu pa ashensor. Nëse një invalid dëshiron të shkojë aty të parkojë, nuk ka se si hip lart. Trotuarët rrotullti kanë mbetur kështu. Pra përveç që është për nga aspekti financiar me shumë telashe, qalon në shumë dimensione tjera, dhe ndua di çka është bërë në këtë drejtim nga zotri Ademaj. Urdhna.
Faleminderit shumë Valer për mundësinë që po jep lidhjes demokratike të Kosovës. Ne s'kom përmend ty. Valën tjetër mos ju përzi. Urdhno. Realisht, angazhimi edhe jem sot Më falni, Krasniqi. patjetër që edhe Valoni do duhet kishte informacionit sakta për Malishevën. Është e papranueshme të kandidaja mos dini informacionit sakta se si ka rrjedh ai buxhet ose në atë rast ai implementim i atij projekti. Informatat e sakta që buxheti që në start është implementu ose është kërku rreth 8 milion euro. Fatmira, e din për diçka për ashensorin? Nuk këtu do duhej kjo pyetje drejt për drejt më bë përgjegjësit kryesorit komunës, kryetarit komunës. Do duhej. Ja kena bo edhe ka qenë në debat, ja kemi bo. Enver, urdhno? Faleminderit Jeta, do duhet ishte këtu kryetari i komunës. Mirë. Do duhej. Do duhet ishte. Ja ishte. komboju zmetin maksimum. E di, e kam respektin edhe e kuptoj insistimin tuaj edhe vlerësoj shumë. Po, zotin Ademi pak peqesëm siklet se përbi se ka vetë kush aty hiq, po do të thëmë edhe diçka të më falë, me respektin më të madh për juve që keni punë. Ani, por do të ndalim të investimin e Malishevë. Taj parkingu ato, të nënkalimi dhe të sheshi. Ai shesh nuk është. Nënkalimi është një tranzit që e ka letu pak qarkullimin, por nuk ka zgjidhur probleme. Ai projekt është shumë funksion. Është lëshu pjesërisht. Ai projekt është përcjell me probleme financiare, ka probleme inxhinierike dhe ka si më thonë diskriminim qytetar. Do të ndajen 3 nivele këto. Mirë, Enver, s'muj me diskutu ma tutje, e kemi diskutu në debari pas gjedhor me kryetarin e komunës. Po du prej te midi 2 shifra në fund të emisionit, jemi sa shkolla në Malishev kemi mujt me ishtin mësim gjithë ditor në mandatin ashëm 4 vjetë. Sa pilot shkolla kemi i pilotu? Faleminderit, prioriteti imi është gjendja në arsim. Në arsim duhet të investohet shumë të depolitizohet arsimi, të investohet në kabinetik dhe në modernizim dhe procesit të mbarvajtjes, të punohet shumë në pjesën tjetër në higjienën në furnizim të rregullt me energjie, me lëndë djegëse, me lëndë që janë shpenzime që duhen për shkollat dhe unë mendoj që ndoshta mbrana mandatit tim 3 deri në 5 shkolla do të tentonim 3 deri në 5 që të mbanim mësim gjithë ditor. Por duhet një analizë dhe duhet që në arsim punohet shumë, sepse me të vërtet arsimi në këtë situatë çfarë është indikuar nga element të caktuar, duhet të lirohet dhe drejtoria e arsimit të kthehet mësimdhënësve dhe të jetë vendi ku mësimdhënësit marrin ide, ofrojnë ankesat e veta dhe marrin detyrat dhe përgjegjësitë që duhet të realizojnë. Sa drejtori kemi ia dhënë grave? Urna? Sa drejtori grave? Fillimisht dua të potencoj edhe një herë që qeveria ime do të udhëhiqet nga ekspertë dhe nga profesionistë dhe ka edhe gra profesionistë. Gjithsesi, minimumi do të jetë 50-50. Faleminderit Fatmir. Sa pilot projekte me shkolla gjithë saktësisht çështja e prioriteteve në programin tonë është çështja e arsimit gjithditor. Angazhimi ynë si jemi sekretar komune do të jetë se të fillojmë në 3 shkolla fillimisht dhe deri në fund mandatit s'pakët i kemi 5 shkolla me mësim gjithditor. Pastaj do të angazhohem fuqishëm për decentralizimin e financave shkollas, ka shumë rëndësi decentralizimi i financave shkollas për shkak se sot shërbimet duke u centralizuar nivel qendror kem telashe, probleme me gjërat elementare në shkollë, duke filluar nga letra e shumë probleme tjera. Andaj këto shërbime do duhet të decentralizohen dhe shkollat të kenë përmes drejtorisë së arsimit buxhetin për implementim drejt për drejt. A menoni që mundeni naj shkollë me shti në mësim gjithditor? Po nga analiza që kemi bërë, e mundshme është të fillohet në 3 shkolla, por ndoshta jo praktike e fill në qytet, për shkak se mungon ende shkolla e re. Vlerësojmë që ku ndërtohet shkolla e re, e cila është projekt i qeverisë që nuk është ndërtuar që disa vite, vlerësoj që pikërisht në qytet ka nevojë më shumë të për fillimin e mësimit gjithditor. Edhe sa drejtori i kishte dedikuar për gra nëse ju boni këtë? Vlerësimet e mia janë që rreth 50% të jenë gra. Faleminderit, Gzim Krasniqi. Depolitizimi i arsimit është e para, që ata 20 sa drejtora që i përmena që janë me ushtrues detyra, ata njerëz që janë në presion, ata mund të jenë ekspertat mirë. Nëse dojnë me bën drejtora, le të i bëjnë edhe militantët e vet, po le t'ja mundsojnë me kry punën ç'është duhet. Investimi në mjete konkretizuese në higjienike në shkollat e Malishevës, edhe për shkak të mos investimit edhe për shkak të analizimit të keq ku ndërmon era keqe.
në investimet në qerdhe ku t'ju mundësohet femrave krijimi i karrierës. Risia për arsim është formimi i aktivit profesional në nivel të departamentit të arsimit që ka me përcjell realizimin e kurrikulave, trajnimin dhe mbikëqyrjen e procesit mësimor nga mësimdhënësit. Krijimi i buxheteve në përshkolla e sa i përket asaj që dojna me dalë të mësimit çoditor, na kena i problem për aksajna. Do të me kry një herë mësimin në një ndrim, se i kemi edhe nëndë shkolla që punojnë me 2 ndrime, e kur s'kena rrym, që na shpesh s'kena rrym me ka 12 orë, ata mas dite i majnë orët ka 20 minuta. Faza e parë ka me përpjek me kalu në mësim në një ndrim, e pastaj mundësit tona me shfrytzu për projekt çoditor. Ky është pilot projekt dhe do të shfrytëtohen mundësit pasi të zgjidhet problemi i parë. Sa drejtoria kështë dhënë grave? Na i kemë drejtori tek, unë po të garantoj që nëse kryetari i kuvendit është burr, 7 drejtori kanë me qenë për gra e 6 për burra. Faleminderit. Cila ide mbytyqi? Unë do t'i kisha, nuk kam nëj pilot projekte për me rritë numrin e shkolla, por që ato shkolla që janë, do të përpiqem që t'i mbaj të jenë në rregull, të jetë infrastruktura në rregull, të jetë pastërtia, higjiena, të jetë furnizimi me të gjitha ato pajisje që duhen që i takojnë edhe ka nevojë shkolla, të do të bashkëpunoj ngusht me drejtorin e shkollës dhe me drejtorin e komunal të arsimit, që kuadri të jetë në nivel, që nxënësat të përcillen me mungesa të arsyeshme apo të pa arsyeshme të rrim ngusht, pse mungojnë nxënësat. Sa drejtoria kështë dhënë grave? Jo kisha dhënë 5. Faleminderit, Valen Hoti. Plani për arsim? Do të largojmë dorën e ndërhyrjes politike në shkollë, do të zgjasim dorën e investimit përmes investimeve në modernizim të kushteve në shkolla, digitalizim të tabelave dhe laboratorëve, investime në higienë dhe mjete tjera përcjellëse, ndërtimin e 10, po në deri në fund të mandatit do të jenë 10 qendra në total të ndërtuara publike në Malishev dhe do të kemi një qendër teknologjike në qytet ndërtuar e cila do të jetë në funksion të gjithë nxënësve dhe mësuesve të Malishevës në mënyrë që teknologjinë që do ta sjellim në shkolla, tu mbajmë kurse dhe trajnimet që të njëjtin ta përdorin atje. Sa i përket çështjes së barazisë në komunë, barazisë në shkolla e përmenda në fillim, zotohem që nën kryetaria e komunës për herë të parë Malishev të jetë grua. Dhe do të zotohem dhe do ta mbaj këtë premtim, do të jenë 50% e drejtorive gra. Po ashtu. Valan, sa shkolla thatë që kemi shtimsim çoditor? Nuk përmenda mësimin çoditor, unë do të tentoj që të filloj me një pilot projekt me 3 shkolla, sepse është problem edhe çështja e kuzhinës që nuk kemi në Malishev. Ne mund të themi do të kemi mësim çoditor, po ti nëse nuk ke ushqim tu dërgosh fëmijëve në shkollë, si do ta bësh atë? Pra, është premtuar nga qeverisja, s'është bërë asnjë. Unë zotohem që në 3 shkolla do ta tentojmë fillimin e mësimit çoditor për ta zgjeruar në gjitha shkollat e Malishevës. Atëherë faleminderit jeta gjatë mandatit tonë, do me thonë me plot guxim, ne synojmë të përmirësojmë kushtet moderne, përmesim në të gjitha shkollat e komunës, duke filluar me ato që ka nevoja me urgjente për t'i dhënë çdo nxënësi mundësi për arsim cilësor. Sa i përket çështjes që nëse ne do ta marrim pushtetin, sigurisht që drejtoritë do të ndahen 50-50 në favor të grave, mirë po prapë ndërlidhna me kandidatin për kryetar të komunës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse në koalicionin aktual këta i kanë mos gabofsha 4 drejtori. Prej 4 drejtorive këta nuk e kanë 50-50, po e kanë vetëm një grua drejtoresh dhe 3 janë drejtora. Kështu që pse ky modeli nuk e ka zbatuar tash, po pretendon në të ardhmen. Faleminderit kryetarin tani shumë se kemi këtu edhe s'kemi kohë për replika. Kaq kishte 1 orë kohë për debat me trimat e Malishevës që kanë ardhur e jo për dezertorin, kryetarin e komunës Ekrem Kastratin, i cili mungoj në debat Malishevës sepse s'dashti mu ballafaqu. Kaq kemi për komunës së Malishevës, nesër shihemi në ora 7 me komunat e radhës në TV Dukagjin edhe Facebook, Kallëzo.com edhe YouTube. Shihemi deri në fund fushatës, këtu na keni çdo natë deri në ora 7 për Malishevës, natën e mirë.